Ne jena bashku me kërku drejtësi për shokun ton, për Erionin, se fakti që ishte 15 vjeç dhe u vra, në atë lloj mënyra është e pa drejtë për të gjithë. Pse thua drejtësi? Ke frikë se nuk do zbardhet vrasja e Erionit ose nuk do dënohet maksimalisht autori? Ne shpresojmë dënohet maksimalisht autori, po me shtetin si kena ne është pak vështirë. Ju jeni të gjithë në shkolle. Po. Sa të sigurt jeni në institucionet arsimore, por dhe në ambientet ku mblidheni të gjithë bashkë grup mosha juaj? Ne po gjejmë për ditë vrasje, therrje. Ne s'jena të sigurt me shku as në shkollë tani. Në rrjetet sociale pak ditë më parë unë kam parë foton e një adoleshenti në moshën tuaj që kishte dalë me thik në dorë. Ndjeni të sigurt, keni parë bashkëmoshatarë tuaj që lëvizin me mjete të ftohta? Bashkëmoshatar ka sa dush që lëvizin me mjete të ftohta, po siç ta thash, ne s'jemi as sigurt, për shkak se e provum na u vra shoku jon. Unë nuk e di ç'a qeverie kemi ne që vritet i 15 vjeçar dhe asnjëri s'do ta sjellë lloj fjale. Po në shkollë, çfarë u bë? Në ditët kur Erioni ishte i plagosur, por dhe më pas kur humbi jetën dhe ndroi jetën në spital. Asnjë gjë nuk u bë në shkollë. Nuk ju mblodhen? Jo, Mësuesit ju thonin diçka, çfarë duhet keni kujdes? Ja. Keni psikolog në shkolla? Po, kemi. Ka kontaktuar me juve mas ngjarjes? Ja. Ishe shok klase me Erionin? Po, shok klase kam qenë. Si e kujton? Çfarë djali ishte? Djalë shumë i mirë ka qenë i shoqënisë. Se di, Si ndjeni pas kësaj ngjarje kur ra viktim, për më tepër që nuk ishte ai shkaktari i sherrit? si mundi e keq, shumë keq. Pse nuk vjen gjithë shkolla protestojnë me juve? Keni informacion? Ca kanë turpe, ca cilin të shpise. A kupton? Po shkolla vetë, flas për mësuesit, drejtuesit, kanë marrë në qëndrim për këtë ngjarje? Shkolla jonë po, se ka qenë kryesorja. Na kanë ardhur, na kanë fol. A kupton? Si ndjeni ju mos e keni një humb shokun? Jeni më së përpara apo diçka ka ndryshuar në psikologjinë tonë? Çfarë ju thanë mësuesit kur ju mblodhën dhe ju folën pas Erioni humbi jetën? Na thanë s'na leshin më të lirë, na kanë myll. A kupton? Ka ardha dhe psikologja të fole që ona kështu. Po pas vrasjes së Erionit, keni parë më bashkëmoshatarë tuaj në lagje apo në zona të tjera Jo. të cilët janë me mjete të forta në përduar? Ndjeni të sigurt? Sigurt jo, që as janë të nqu, janë të vra. Për ditë gati. Frekuentoni rrjetet sociale, TikTok-un e këto, i frekuentoni? I shifni? Po, I shifni. Si shoh. ndjeni kur shifni të tilla ngjarje? si ka mundi e keq. Shef lloj gjona. S'kena shtet, shkurt shqip. Që ju le juve me pa? Normal. Te lloj kalamaj 12 vjeç. Qu thik. Në paf.